Duhet me qenë shumë elegante në dasma edhe me u dok bukur, po jo me u krahasu me nusën. Nuk është synimi ti me ushty me nusën. Disa i dojnë është me defa, disa i dojnë tallava, disa popullore, disa dasma ka që dojnë serenata. Sa i jep rëndësi paraqitjes me një darsëm, të pas parasysh që ti e the edhe vetë që jo veç me një darsëm, po edhe gjatë ditës edhe kur del dikon normal rregullohesh. Po sa i jep rëndësi kështu që ki më shku me një darsëm që tu do më dok mirë, se duhet më dok mirë. Se dyqysh do prej artistave që ai kam pa që dalin edhe flasin si këngëtare zakonisht, jos nuk po veshna shumë rën, jos po du më shku shumë rën, se qatë det do të më konë krejt vëmendja te nusja, ma shumë do të më këshyr nusja se sa këngëtari, ose kundërta këngëtar t'japin rëndësi lukut ma shumë se sa më shku me performu dikon. A din qysh, është interesant që çdo artist e ka stilin e vet. Unë mendoj që duhet me qenë shumë elegante në dasma edhe me u dok bukur, po jo me u krahasu me nusën. Nuk është kjo që nuk është synimi ti me ushty me nusën, po synimi është me kry punën tonë edhe me përfundu dasmën, me performu mas mirë në dasëm, me i argëtu ata që të kanë ftu, edhe unë mendoj kjo është ajo që une e boj në dasma, nuk është që investoj në vetën tam, asnjëherë nuk shkoj domethënë pa pas një fustan të bukur. Ashtu që unë e mendoj, domethënë, me qenë sa më elegante që me prezantu ti vetën me një pamje të mirë, sepse duhet me qenë mirë, po jo me u krahasu me as musafer, as dasmor, as me nusën. Orientimi të unë është qysh me majt dasmën, qysh me argëtu ata sa ma mirë që me qenë ata shumë të lumtur dhe me i pa krejt tu ksy edhe tu knu nështë bashkë me ty, bashkë tu knaqë. Dhe kështu që kjo është e mendoj më e rëndësishme, përveç pamjes të fizike që ti dush me u dok. Cilat janë këngët më të shpeshta që i lipin e për darsma, kështu, që e vrinë që nështë në gjithë se cilë ndarsëm, ose në gjithë dy të ndarsëm e ki porosin e njëjtë për një këngë të njëjtë, ashtu? Dëgjo, na e kemi repertuarin, unë e kam repertuarin tam, po kryesisht janë këngë që na i knojmë, janë këngë që i din krejt publiku jonë edhe në dasma, normal që knohen këngë të dasma. Ka preferenca të ndryshme të këngëve, po nuk po di me veçu naj këngë nështë që Një që i djekë kështu i kallë, nështë ai që qatë herë më qumë me kësy ata. Është shumë interesant që çdo dasëm kanë preferenca të ndryshme. Për shembull në Prishtinë është një repertuar që nështë unë i kam dasmat, kanë qef ma shqip këngë popullore, jo nështë zhandre të tjera, përveç mandej ka në Maqedoni që kërkojnë nështë një rrymë tjetër të muzikës. Po kryesisht janë këngë që i knojmë krejt gjithka, njëjtë është. Po, nuk muj me veçu naj këngë që me thonë është kjo është speciale, sepse krejt këngët janë të mira. Po në varet veç prej regioneve të vendeve që disa i dojnë është me defa, disa i dojnë tallava, disa popullore, disa dasma ka që dojnë serenata, nështë balada, jo tankon, po me një pjesë ashtu. Po, në momente të ndryshme nështë gjatë mesit të dasmës e dojnë edhe atë zhandër të muzikës.